Florence Çapja, i cili u ekstradua drejt Shqipërisë nga Dubai më 2 maj, është lënë në arrest me burg nga gjykata e posaçme ditën e sotme. Përpara tokave të zeza ai ka deklaruar se nuk është ekstraduar, por ka ardhur vetë në Shqipëri. Ai ka pretenduar se ka qenë vullneti i tij për të ardhur pasi ka qenë më herët në Stamboll dhe ka pasur mundësi të largohej. Në dëshminë e tij Çapja është shprehur më tej se ai nuk i ka kërkuar asgjë Nureddin Dumanit në lidhje me Sokol Sanxhaktarin. Çapja gjatë gjithë seancës ka kundërshtuar duke pretenduar se dosja e tij është lënë pas një veprimi hetimor dhe ai është dënuar vetëm me dëshminë e Ervis Bardhit. Më thoni pse e keni lënë dosjen pas një veprimi hetimor dhe më keni dënuar vetëm me dëshminë e Ervis Bardhit? I është drejtuar Florence Çapja, prokurorit të Spakut që po heton dosjen e tij, referuar dënimit me burgim të përjetshëm për vrasjen e Babe Bir Nezir dhe Gentian Beqirajt, krimi ndodhur në vitin 2012 në Elbasan. Ai ka mohuar që të ketë aplikacionin e koduar Sky ECC duke u shprehur: "Ku e ke Sky? Unë nuk kam pasur asnjëherë." Ekstradimi i Çapjas u bën në masa ekstreme sigurie pas ditën e 2 majit. Ai është një emër i shumë kërkuar prej vitesh nga drejtësia shqiptare. Kush është Florence Çapja? Teksa i fshihej drejtësisë, Florence Çapja u dënua me burgim të përjetshëm nga gjykata e posaçme si një nga porositësit e ekzekutimit të dyfish të Nezir dhe Gentian Beqirit Babe Bir në vitin 2012 në Elbasan. Sapo preku tokën shqiptare, ai u dorëzua drejtorisë së burgjeve për t'u dërguar më pas në qelitë e burgut. Florence Çapja është nipi Erdian Çapjas, po ashtu i dënuar me burgim të përjetshëm për krimin e dyfish të Babe Bir. Sipas Spakut, Florence dhe Erdian Çapja ishin porositës të vrasjes së Gentian Beqirit, pas dyshimeve se ishte i përfshirë në vrasjen e vllajit Erdianit Sokol Çapja. Për këtë krim, po me burgim të përjetshëm u dënua edhe i akuzuari si ekzekutor Olsi Leku, emrat e të cilëve dolën nga i penduari i drejtësisë Ervis Bardhi. Florence Çapja u hetua edhe për vrasjen e Fadil Memos, i shefit rrugores së Elbasanit. Çështja ndaj tij u pushua për mungesë provash. Por verën e vitit të shkuar, gjykata e lartë urdhëroi rigjykim të çështjes në gjykatën e Elbasanit. Emri i Çapjas është përmendur në 2 raste, edhe në dëshminë e të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, një herë si porositës si një vrasje të pakryer dhe një herë si personi që i kishte dhënë një automjet të përdorur për një vrasje. Në janar të vitit 2023, me kërkesë të Spakut, gjykata e posaçme vendosi nën sekuestro 10 pasuri të Florence Çapjas të ndodhura në Pogradece në Elbasan, mes të cilave 4 sipërfaqe trulli, 2 godina banime, një bar kafe dhe një automjet tip Audi. Florence Çapja është i shumë kërkuar i radhës që ekstradohet nga Dubai, vendi kthyer vitet e fundit në një parajsë të paprekshmërie për të kërkuarit e drejtësisë shqiptare, për shkak të mungesës së një marrëveshje ekstradimi. Pas deportimit prej të njëjtit vend të Lauren Dervishaj dhe Julian Meçajt gushtin e vitit 2024, duket se Dubai nuk është mostreja e sigurt e bozëve shqiptar të krimit.